Çfarë ndodh pas vdekjes? Historia që do të tregoj tani bëhet fjalë për një fëmijë 4 vjeçar dhe ai përjetoi vdekjen, por pasi u kthye në jetë tregoi disa mistere të çuditshme që la edhe shkencën pa fjalë. Dëgjojeni me kujdes dhe kush është rastisht nëse nuk e bëni bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish, dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Salvatore ishte vetëm 4 vjeç kur i ndodhi. Kishte një problem dhe shuan tek mjeku. Mjeku nuk ishte aq i aftë sa mund ta i bëri një kontroll total, tha nuk ka asgjë, nuk ka gjë. Por është mirë që ta çoni tek një mjek tjetër dhe çoi tek një mjek. Pasi e çuan tek ky mjeku tjetër, e mori në telefon ky mjeku i parë dhe i tha, shiko, tha, unë mendoj se mund të jetë, dhe i tha një sëmundje që mund të kishte. Po ai nuk ishte asgjë në të vërtetë. Dhe mjeku ku shkoi për herë të dytë, e çuan në një qytet tjetër dhe ky i bëri insulinë. Sapo kishte dalë atë insulina është ajo që rrit glicemin, për ta kuptuar më mirë. Dhe ka ndodhur para disa viteve, por unë po ja u tregoj sepse ky është një fakt. Pastaj keni me qindra mira të tjerë. Si përfundim, Salvatori, sa i bën insulinën kur u kthye në shtëpi, pas disa orëve u deklarua i vdekur. Po, merreni me mend nëna e tij, babai, prindrit, kushurinë, shokët e tij që ishin mbledhur aty, sepse sapo me një fjalë, një ditë më parë kishin lozur bashkë me top. Dhe pastaj të shikojnë shokun e tyre aty shtrirë në krevat, sa e rënd mund të ishte. Si përfundim, i përgatitën të gjitha gjërat, i përgatitën veshjet, çdo gjë, dhe kaluan 12 orë. Pas 12 orëve, 12 orë, jo një orë, jo 12 minuta, 12 orë. Pas 12 minutave, gjyshja e tij shikon se trupi ishte ende i ngrohtë. Dhe tha, si ka mundësi, nuk ishte shumë i ngrohtë, po ishte ende i ngrohtë. Dhe ajo u afrua dhe vendosi këtu një pëlhur shumë të lehtë, si garzë, që të shikonte që mos kishte ndonjë frymarrje. Nuk kishte, nuk lëvizte shumë, ose ndoshta nuk e pa ajo, por pa diçka tjetër. Pa që brenda syve diçka lëvizte, me një fjalë brenda qepallave të syve. Dhe ajo kuptoi që ky ndoshta po flej gjumë. Dhe pas disa orëve, ajo mendoi që tu fliste dhe të tjerë, por pas disa orëve tha, ka diçka që nuk shkon. Si përfundim, djali u ringjall. U ringjall dhe po shikonte të gjithë që ishin aty, sepse ishte plot me njerëz, shokët e tij ishin aty, prindrit aty që qanin, kushurinë të gjithë, dhe tha, mami, tha, çfarë ka ndodhur? Sepse ai për momentin e kishte humbur. Asgjë të ke qenë, mami, tha, mjaft që ti, tha, je këtu, tha, dhe u ktheve, sepse nuk e dim se ku ishe, i tha nëna. Po unë, tha, isha, dhe i tregoj një vend ku ishte një pemë ku ishin dhe disa shok të tjerë që loznin aty nën këtë pemë. Dhe ja tregoj eksaktësisht se ku ishte. Tani, fakti një është që atë vend dhe atë pemë ai se kishte parë kurrë. Madje nuk e kishin parë as ata të zonës që ishin aty. Dhe kur shkuan, sepse ishte një fshat tjetër, kur shkuan ishte eksaktësisht ashtu siç ai e thoshte. Eksaktësisht. Por kishte një problem të vogël. Aty ishte një burr i moshuar, rreth 80 vjeç, me mjekër, me një veshje, le të themi, të vjetër, si mund të quhet, por jo shumë e bardhë, por një ngjyrë bojqielli, dhe kishte flokë të gjata, të zbardhura. Dhe e bukura është që ai, gjatë momenti që i tregoi këtyre, u tregoi që një diçka, me fjalë nënës, i tha, mami, tha, unë isha atje te kjo pemë, tha, ishin edhe 6 fëmijë të tjerë, dhe i tregoi emrat e këtyre fëmijëve, po ajo, tha, që më bëri përshtypje, tha, që ky zotëria, me fjalë ky gjyshi ta që ishte aty, më tha, shiko, ti ktheu në shtëpi. Ktheu, pastaj kur të vi momenti do të tharras unë. Dhe ai kur u nisa, tha, për drejt shtëpisë, mu duk, tha, sikur erdha brenda një minute. Në fakt, ai u kthye në jetë, që është e vërteta. Por prisni, sepse emrat që ai tregoi aty ishin të gjithë emrat që kishin ndodhur vdekjet në të gjithë Italinë në atë periudhë. Pra në atë moment. Ata 6 fëmijë të tjerë kishin vdekur dhe në vende të tjera.
Pra ishin ata që ai pa në ëndër, që ai nuk i njihte fare në ëndër, në vdekjen e tij, gjatë vdekjes, që nuk i njihte, nuk dinte askush emrat të këtyre fëmijëve, më vonë u zbulua. Por kjo histori nuk mbaron këtu, dëgjojeni. Pas disa u rrit, kaloi një kohë e gjatë, u bë 20 vjeç Salvatore, dhe një ditë teksa ishte në universitet, foli me një shoqen e tij që tezja e saj ishte bërë mjeke që kishte studiuar në të njëjtin universitet, mjeke për studimet e njeriut të mjekësisë, por të studimeve katolike. Çdo të thotë kjo, që janë, le të themi, më shumë serioz në kërkimet e tyre që bëjnë të shkencës. Dhe kjo zonja që ishte bërë shkencëtare tani, donte që t'i bënte një check-up, një kontroll, nëse ky thoshte të vërtetën ose jo. Dhe 4 ditë zgjati 4 ditë gjithaj test që bën. Pas 4 ditësh i tha kjo, tani tha, mund të shkosh ku të duash ta, sepse atë që ti tha se i bën teste me zemrën, i bën teste me trurin, i bën teste, keni parasysh teste nëse thua të vërtetën ose jo. Testet të përkryera, dhe si përfundim i thanë që ti ato 16 orë që ke munguar nuk di se ku ke shkuar, por ke shkuar në një tjetër dimension dhe atë që ti thua është e vërtetë. Kaq i thanë. Dhe ky tha, i dia tha këto, tha se këto i kam përjetuar. Po i thanë, po i di ti, ne nuk i dim, kështu që këto makinerita nuk gabojnë. Si përfundim, ai eci përpara, vazhdoi jetën e tij dhe një ditë teksa fliste me disa shok, ndodhi një tjetër mister. Njëri nga këta shokët i tha që dikur kishte folur me një nga ata 6, me një nga fëmijët që kishin vdekur atëherë, por një nga prindrit e atyre fëmijëve, të 6 fëmijëve, kishte folur rastësisht dhe ishin gjetur në Firenze, krejt rastësisht. Në Firenze, sepse ky tani ishte spostuar, sepse kishte jetonte në Catanzaro, nga Catanzaro ishte spostuar e kishte shkuar në Firenze, dhe aty ndodhi që u takua me këtë babain e këtij fëmije. Tashmë babai i këtij fëmije ishte i moshuar, shumë i moshuar. Dhe çudia ishte që ai i tregoi të njëjtën histori që kishte treguar edhe Salvatore kur ishte i vogël, por me një si mund quhet, me një ndryshim, që tashmë ishte një vend që nuk ishte një pemë, por ishte një shtëpi, si mund quhet, një kazale që e quajnë këtu, një shtëpi e vjetër, ku rreth asaj shtëpie ishin 5 njerëz të tjerë dhe së bashku me këtë zotërin. Ky zotëria e përjetoi këtë për pak minuta, jo se vdiq, por përjetoi për pak minuta. Ai thotë që unë klinikisht mund të kem vdekur atyre minutave që përjetova këtë. Por pas thot 3 që ishin këta njerëz që unë nuk i njihja, por njëri nga ta ishte një fëmijë. Dhe fëmia që ai kishte parë ishte fëmia që i kishte vdekur vite më parë. Tani, ndoshta e kishte ai në mendjen e tij. Okej, ndoshta ku i bie se si. Por ajo sken me atë njeri, me atë mjekër, me atë ai njeri që ishte me atë veshje, me atë ngjyrë, me atë mënyrë të foluri, dhe që i tha ti ktheu do të therrasun, është shumë e çuditshme, sepse është e njëjta që ajo që kishte përjetuar dhe Salvatore. Tani ndodhi edhe një tjetër mister. Salvatore tani është i vjetër në moshë, tani është ai intervistën e fundit e ka bërë vitin 2023 dhe ishte 60 ca, duket, vjeç, po, dhe ai thoshte, tha në intervistë që ne nuk dim lindje dhe vdekje, po unë kam një mendim se kur mund tjetë, sepse nga ato biseda që u bën me këtë, me mjekër, këtë njeri, apo qeni, apo kushdo qoftë, që ishte aty tek ajo pema, së bashku me fëmijët, ai kuptoi që nuk do ta kaloi 87 vjeç, të paktën kështu thotë. Dhe ndoshta nuk do të jetë kështu. Ne
nuk është se do presin tani që ose do jetë 87 ditë ose jo, me fjalë që s'do arri apo jo, apo nëse do të jetë jeta e tij më e gjatë apo më e shkurtër. Por ato që ndodhen, qoftë ati, por edhe koincidencat e tjera, madje edhe testet që ai bëri, duken vërtet sikur ekziston një dimension tjetër ose një botë tjetër e quajtur bota e shpirtrave. Ndaj unë doja që ta diskutoja me ju, sepse edhe në trojë shqiptare, Kosovë, Maqedoni, Mallëzi, Shqipëri, ka me qindra raste të tilla ku flitet për një botë tjetër që shumë njerëz kur kthehen e tregojnë sikur tjetë një tjetër ekzistencë. Ju, a besoni në këtë? Do të dëshiroj një komentin tuaj dhe nëse në familjen tuaj, apo njerëz, apo shok, apo miq që njihni të mund të kenë përjetuar një situatë të tillë. Pres komentet tuaja. Natën e mirë.